Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, gjatë fjalimit të tij në Kuvend akuzoi qeverinë Kurti ditën e djeshme për mospërfundimin e projekteve infrastrukturore, duke përmendur rrugën për Mitrovic, Gjilan, Peje, Gjakov. E pas kësaj deklarate ka reaguar ushtruesi i detyrës së ministrit për mjedis, planifikim hapësinor dhe infrastrukturë, Hysen Durmishi. Në një postim në Facebook, Durmishi u shpreh se i kanë mbet merak Ramushit puna e autostradave. Aq shumë merak i keni pasur autostradat, sa që prej asaj kohe keni dënime, akt akuza për keqpërdorim e korrupsion. Për Mitrovic rruga veç po përfundon, për Pej i kemi nënshkruar kontratat 150 milion euro, më lirë se çai kishit planifikuar ju, nga 240 milion, tash po bëhet për më pak se 90 milion euro. Problemet që na i keni lënë ju, po i ngadalsojnë rrugën për Gjakov, por tash do të kryhet me procedura të rregullta ligjore, jo me improvizime dhe abuzime, ka shkruar më tej Durmishi. Ai po ashtu thot se në zgjedhjet e reja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do ta kalojë as pragun. Nuk e votuat qeverinë që kështu do të mbeteshit në opozit, por megjithatë do të ishit në kuvend. Tash kuvendin e Kosovës mund ta shihni vetëm në TV, sepse jeni larg nga pragu, shkruan me ironi Durmishi.